Përshëndetje të dashur shikues. Sot, në këtë ditë të veçantë, 20 dhjetor, ne jemi para një portali të fuqishëm energjik. Është një moment kozmik ku universi hap një derë të veçantë për ne, për të zgjedhurit që janë gati të marrin një hap të madh drejt zgjimit shpirtëror. Nëse po e dëgjoni këtë mesazh tani, nuk është rastësi. Ju jeni këtu sepse energjia juaj është rreshtuar me këtë frekuencë të lartë. Le të zhytemi thellë në atë që po ndodh sot dhe pse kjo ditë është kaq transformative. Pika 1. Së pari, le të flasim për portalin e 20 dhjetorit dhe orën 11. Kjo datë, 20 dhjetor, nuk është thjesht një ditë në kalendar. Ajo mban një vibrim unik, një frekuencë që aktivizohet posaçërisht për ata që quhen të zgjedhurit, jo sepse jeni më të mirë se të tjerët, por sepse shpirti juaj ka punuar vite të tëra për të arritur në këtë pikë. Ora 11, sidomos në mbrëmje, është kulmi i këtij portali. Është një moment kohor ku energjitë e padukshme, forcat kozmike, rreshtohen në mënyrë perfekte për të sjellë qartësi hyjnore. Imagjinoni si një derë që hapet në qiell, ku drita hyjnore derdhet direkt në jetën tuaj. Shumë njerëz e shohin orën 11 vazhdimisht këto ditë, në telefon, në orë, në tabela. Kjo nuk është rastësi. Është një sinjal nga universi që thotë, ti je gati. Porta po hapet. Ky është një orkestrim kozmik, një alinim i yjeve, i energjive planetare dhe i shpirtit tuaj personal. Në këtë orë, mendimet tuaja bëhen magnetike. Çfarëdo që mendoni me besim të plot, universi e regjistron dhe e nis drejt manifestimit. Merrni pak minuta sot në mbrëmje, në orën 11, mbyllni sytë, frymëni thellë dhe deklaroni atë që dëshironi vërtet. Universi po dëgjon më fort se kurrë. Pika 2. Tani, le të kalojmë te ndryshimi i realitetit dhe rezonanca që po ndodh. Universi nuk po pret më. Ai po riorganizon plotësisht realitetin tuaj. Çdo vështirësi që keni kaluar, ato lote që keni derdhur në heshtje, ato netë të gjata ku keni ndier vetmin, ato periudha ku gjithçka dukej e bllokuar, nuk kanë qenë dënim. Jo, ato kanë qenë një proces i thellë përshtatjeje frekuence. Imagjinoni trupin dhe shpirtin tuaj si një radio të vjetër që po akordohet në një stacion të ri, më të lartë. Çdo sfidë ka hequr shtresat e vjetra, ka pastruar energjitë e ulta, ka përgatitur terrenin për diçka të madhe. Tani, universi po zëvendëson të vjetrën me të rinë. Po hiqen njerëzit, situatat, mendimet që nuk përputhen më me versionin tuaj të ri. Po vijnë mundësi të reja, bollëk, dashuri e vërtetë. Ky ndryshim rezonance nuk është i përkohshëm. Është një upgrade permanent. Ju po kaloni nga një frekuencë mungese në frekuencë bollëku. Nga frika në besim. Nga kufizimi në liri të plotë. Ndjeni këtë tani, zemra juaj po rre më fort sepse e di që po vjen diçka e madhe. Gjithçka që keni humbur ka qenë për të krijuar hapësirë për atë që meritoni vërtet. Pika 3. Bollëku dhe ndryshimi i trashëgimisë. Kjo nuk është thjesht një premtim për më shumë para në llogari apo për një jetë pak më të rehatshme. Jo, kjo është një transformim i thellë, breza të tërë, që fillon tek ju dhe ndryshon rrjedhën e fatit për familjen tuaj, për fëmijët tuaj, madje edhe për ata që ende nuk kanë lindur. Le të nisim ngadalë dhe të ndjejmë peshën e kësaj. Shumë prej nesh kanë jetuar me një sfond energjik të mungesës, jo gjithmonë sepse kemi qenë të varfër materialisht, por sepse në linjën familjare ka pasur një besim të pashkruar. Parat vijnë me vuajtje të madhe, dashuria kërkon sakrificë, suksesi është për të tjerët, jo për ne. Këto nuk janë thjesht fjalë që kanë thënë prindërit apo gjyshërit tanë, ato janë programe energjike, frekuenca që janë trashëguar si një barë e padukshme. Çdo brez e ka mbartur atë barë dhe e ka kaluar te tjetri, pa e ditur. Por ju jeni pika e ndërprerjes. Ju jeni ai ose ajo që universi ka zgjedhur për të thyer zinxhirin.
Ky ndryshim trashëgimie do të thotë që ciklet e vjetra të mungesës, të varfërisë emocionale, të marrëdhënieve toksike, të shëndetit të dobët, të gjitha këto po thyen tani. Jo nesër, jo vitin tjetër, por pikërisht në këtë portal energjik të 20 dhjetorit. Universi po ju jep një reset të plot gjenetik shpirtëror. Imagjinoni për një moment, gjyshja juaj mund të ketë jetuar me frikën e urisë pas lufte. Babai ose nëna juaj mund të kenë punuar ditë e natë duke besuar se pushimi është luks. Dhe ju, ndoshta deri tani, keni ndier atë frikë të brendshme kur shikoni llogarinë bankare ose keni pranuar marrëdhënie ku jepnit më shumë se sa merrni. Kjo nuk ka qenë faji juaj, ka qenë trashëgimi. Por tani, bollku i vërtet po vjen si një lum i fuqishëm që lan gjithçka të vjetër. Dhe ky bollëk nuk është egoist, ai është për të gjithë linjën tuaj familjare. Kur ju ngriheni financiarisht, ju krijoni mundësinë që fëmijët tuaj të mos e njohin kur frikën e faturave të papaguara. Kur ju shëroheni emocionalisht, ju thyeni modelin që dashuria të jetë e dhimbshme. Kur ju jetoni me shëndet dhe vitalitet, ju dhuroni këtë frekuencë edhe prindërve tuaj që mund të jenë ende gjallë, sepse energjia nuk njeh kohë. Le të flasim konkretisht për bollkun financiar, sepse shumë prej jush po e ndjejnë këtë tani. Universi nuk po ju jep thjesht një pagesë të papritur apo një fitim lotarie, edhe pse kjo mund të ndodhë. Ai po riorganizon rrjedhën e energjisë së paras drejt jush. Mund të vinë mundësi të reja pune që përputhen me pasionin tuaj. Ide biznesi që ju kanë ndezur zemrën prej vitesh papritur fillojnë të materializohen. Borxhet e vjetra fillojnë të zgjidhen në mënyra që nuk i keni pritur. Njerëz të rinj hyjnë në jetën tuaj duke ju ofruar partneritete fitimpruese. Dhe më e rëndësishmja, ndjesia e brendshme e mungesës zëvendësohet me një ndjenjë të thellë sigurie, unë jam gjithmonë i mbështetur. Universi është burimi im i pashtershëm. Por bollku është shumë dimensional. Është bollëk në marrëdhënie. Njerëz që ju duan pa kushte, miq që ju ngren lart, një partner që është miror i dritës suaj. Është bollëk në shëndet, energji që rrjedh lirshëm, trup që shërohet vetë, gjumë i thellë dhe zgjim me gëzim. Është bollëk në kohë, papritur gjërat rrjedhin pa mundim, nuk keni më nevojë të luftoni për çdo hap, dhe ja pjesa më e bukur. Ky ndryshim trashëgimie do të vazhdojë edhe pasi ju të largoheni nga kjo jetë fizike. Fëmijët tuaj do të lindin me një frekuencë tjetër, ata do të besojnë natyrshëm se bota është e bollshme, se ata meritojnë më të mirën pa luftë. Ata do të kenë një themel të fortë besimi që ju e keni ndërtuar me sakrificat dhe zgjimin tuaj. Ju po bëheni patriarku ose matriarku i një dinastie të re shpirtërore, jo me pasuri materiale vetëm, por me pasuri shpirtërore, emocionale dhe energjike. Ndjeni këtë tani në zemrën tuaj. Vendosni dorën në kraharor dhe përsëritni pas meje, unë pranoj bollkun e plot në çdo fushë të jetës sime. Unë thyej ciklet e vjetra të mungesës. Unë krijoj një trashëgimi të re të begatisë, dashurisë dhe lirisë për të gjithë ata që vijnë pas meje. Kështu është. Dhe kështu bëhet. Frymoni thellë. Lëreni këtë deklaratë të depërtojë në çdo qelisë të trupit tuaj. Universi po e regjistron tani në këtë portal të 20 dhjetorit dhe po e vullos me energjinë e tij hyjnore, të dashur, ju nuk jeni viktima të së kaluarës familjare. Ju jeni arkitekti i së ardhmes. Dhe e ardhmja është e ndritshme, e bollshme dhe plot bekime. Mbajeni këtë ndjenjë gjatë gjithë ditës. Ecni sikur bollku të jetë tashmë juaj, sepse është duke ardhur. Është këtu. Pika 4. Për të hyrë në këtë fazë të re, duhet të lëshoni të vjetrën. Ky është momenti kritik. Për të marrë versionin e ri të jetës suaj, duhet të braktisni versionin e vjetër të vetes. Atë version që kërkonte miratim nga të tjerët, që qëndronte në zona komode por toksike, që pranonte më pak se meritonte. Transformimi kërkon një lloj vdekjeje shpirtërore, jo fizike, por një rilindje e vetdijes.
Është si një flutur që del nga krizalida, duhet të thysh guaskën e vjetër për të fluturuar. Sot, pyetni veten, çfarë po mbaj ende që nuk më shërben? Një marrëdhënie që më ul? Një besim kufizues për veten? Një frikë e vjetër? Lëshojini ato tani. Shkruani në një letër gjithçka që doni të lini pas dhe digjeni atë simbolikisht. Universi do ta marrë atë energji dhe do ta transformojë në diçka të bukur. Mos kini frikë nga kjo vdekje e egos, ajo hap rrugën për rilindjen tuaj të vërtetë. Pika 5. Dhe së fundi, nga marrës në transmetues, mos jini thjesht pasiv në këtë proces. Bëhuni transmetues të kësaj drite. Kur ju ngriheni shpirtërisht, ju krijoni një shteg për të tjerët. Energjia juaj e re do të prek familjen, miqt, madje edhe të huaj. Ju bëheni një farë drite në errësirë. Ndani mirësinë, faljeni, inkurajoni të tjerët. Kjo është mënyra se si bollku shumë fishohet, të dashur, gjithçka që keni kaluar ka qenë përgatitje. Çdo lot, çdo sfidë, çdo moment dyshimi, ka qenë shkolla juaj shpirtërore. Tani është koha për të korrur frytet. Universi ju ka zgjedhur jo sepse jeni më të zhurmshmit apo më të fortët, por sepse jeni të rreshtuar me autoritetin tuaj të brendshëm, me fuqinë hyjnore që jeton brenda jush. Nëse ky mesazh ju prek zemrën, abonohuni në kanal për më shumë udhëzime rreth mjeshtrisë së frekuencave. Dhe shkarkoni udhëzuesin ton falas për të mësuar si të mbani këtë energji çdo ditë. Ju jeni të dashur, ju jeni të fuqishëm, dhe e ardhmja juaj është e ndritshme. Bekime të mëdha për ju sot në këtë portal të 20 dhjetorit.